Jemi në këndin e gatimit, mirë se erdhët, jemi gati, bashkë me zonjë Vjollca për të gatuar. Për të gatuar. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim të gjithë juve që na ndiqni. Mirëmëngjes Nike. Mirëmëngjesi, javë të mbar. Faleminderit. Edhe sot kam menduar që të sjell përpara jush më tepër mund të them pankek, po është si fjalë huaj për ne, qofte shqip me kunguj. Dallojmë pak nga qoftet e tjera me kungull, se atyre qoftet e tjera mund të hedhim edhe qep të njom, dhe qep të thatë, mund të hedhim dhe kopër brenda. Unë më tepër anoj tani ka filluar shkolla dhe thash të bëj diçka që ndoshta ngjajnë dhe me pak me petullat, por përbërësin kryesor kanë kungullin, kanë djathin për t'ja u dhënë fëmijëve me vete, kanë vezën, mielin dhe patjetër erzat. Erza. Nëse jemi në tavolinë do ta shoqërojmë me një sallatë, me një sallatë të thjeshtë fare, domate, mix domate. Në këto domatet qershi ka edhe me ngjyra të tjera, po çmimi dhe kosto është pak si më e shtrenjtë. Janë si portokallitë të verdha. Mund ta kombinojmë me këto domatet që janë më të lira për ne të tjerët në shtëpi. Na duhen për 4 persona, na duhen 600 gram kungull. Na duhet 3-4 lugë miell, 2 vezë, 3-4 lugë djath parmigjan, gjizë pa krip, ose, e di që kam bërë unë sot, kam kulluar djathin dhe ato thërimet i kam thërmuar qik më shumë, Shumë mirë ke bërë. s'ka ku shkon më popullor se që jemi, S'ka ku shkon më riciklimi. Po, dhe në vend të gjizës mund të përdorni dhe djathin në këtë mënyrë. Krip dhe piper të zi. Pastaj, pjesët e tjera, këto qepte, kuqe, kopër, nanegjik, do të bëjmë salatën pak më ndryshe nga ato salatat e tjera. Kjo t'i shoqërojmë. Hapi parë që kam bërë unë, kam grirë kungullin në rende dhe i kam hedhur pak krip, e kam lënë për 10 deri në 15 minuta që kungulli të nxjerrë ujin e tij. Dhe siç e shikoni, është goxha i thatë, edhe pse kam vënë në këtë kullesë, shiko, edhe kullesa nuk ngjitet. Këtu tani do filloj me përbërësit me radhë. Do të hedh gjizën ose djathin. Do ta trazoj së bashku me të, do të hedh vezët, dhe ndërkohë shohim ne se sa lagështirë na krijohet këtu në tasë. Do të keni shumë kujdes te kripa. E theksova gjizë pa krip, na nevojitet për këtë recetë. Gjiza pa krip për arsye se do të hedhim pak parmigjan dhe do të kemi shumë kujdes ke kripa. Në rastin konkret, djathi që kam hedhur unë nuk është fare pa krip, ka pak krip, kështu që ndoshta nuk më lind fare nevoja që unë të hedh krip. Ja. Jemi mirë këtu për sa i përket trashësisë së brumit. Mirë është domethënë që të hedhim sa më pak miell, megjithëse thash që do të jetë në trajtën e qofteve, po dhe të petulla. 2, 3. Do të hedh piperin e zi. Mirë është i freskët në rastin konkret. Dhe unë do të provoj një qik pastaj për kripën, se nuk mund të hedh krip. Mielin e ka mjaftueshëm. Do të lëm këtë brum të pushoj. E shikoni pra sa i thatë është kungulli, komplet ajo puna që bëra unë në fillim, e largoj të gjithë ujin e... Dhe shumë e rëndësishme kam përshtypjen kjo pjesë, se nëse do t'ishte lagësht, sasia e kungullit, atëherë do na duheshit të hedhishim akoma më shumë miell, po dhe shumë të trasha, pa e lëm një herë për moment. Tani do të bëjmë gati pjesën shoqëruese të recetës. Sigurisht, ne do t'i skuqim me pak vaj, jo me shumë vaj, dhe mbasi të skuqen, do të vendosen me njëherë në një letër kuzhine. Për të pulluar.
Pra pjesa që do të jetë për qoftit është ky brumë që përgatitëm. Kjo sasi, në ka mbetur vetëm për t'i skuqur. Tani shoqërimi i kësaj recete me një sallatë. Me domate, mix ngjyrash. Ja, unë kam marrë një domatin që në pamje të jashtme është jeshile, por brenda është e kuqe. Dhe mund të them që më pak aciditet ka kjo lloj domate se sa kjo që është. Ndonjëri lëm aty te dyqani, nuk i blejmë. Jo. Shiko sa e shëndetshme, sa e mirë që është. Nuk do t'i hedhim copat kaq të mëdha. Domethënë këto do t'i presim edhe një herë në mes. Po pomodorini do t'i presim një në mes, apo ashtu si që? Jo, do t'i presim. Edhe mund mos ja hedhim fare. Sipas. Gjithmonë kur ne do të gatuajmë një sallatë, ose keni vënë re ju ke ato copat e mishit që unë them shpesh, sa të jetë një kapshat. Do të ketë parasysh nga konsumimi. S'flas nga ambisat mikeshat e mia, flas për ambisat e reja, se ndonjëherë copa e domates na pikon, na krijon siklet gjatë konsumimit, ose nëse do të jetë në pjatë në copë të madhe, detyrimisht duhet të përdorim thikën pastaj. Ka ende në drejt, kështu që ne çfarë janë perimet të stinës do t'i kemi mundësi t'i gatuajmë, se temi të sjellim Adje shtatori pothuajse është fundi i domateve. Edhe pak kohë edhe më pas. Këtë se kam patur në frigorifer. Madje ka visa që kur përgatisin këto ushqimet e frigoriferit, ne kemi sjellë shembull të specave. Jo, s'është frigorifer, është në fresk. Ka visa që kur i përgatisin në fund të shtatorit, në fillim të tetorit, edhe domatet i vendosin në frigorifer. Ua heqin fare atë kam dëgjuar dhe i paketojnë në përqese të mbyllura, të vullosura si të thuash, dhe i përdorin si gjell, nuk e di, për të shoqëruar gatimet e tyre. Unë personalisht se kam bërë ndonjëherë këtë. Nuk e di se si mund të qëndrojnë, duhet të flasim me Rolinën, apo... Rolina na jep sqarimin. Ato që i kanë tharë në diell të nxehtë, ato të fatat janë... I kemi përdorur edhe në gatim, në sallatë, në përtava. Në për makarona, vërtet janë shumë të mira. Edhe si kur kanë një shije tjetër, komplet ndryshe nga domatja e freskët, si kur janë një produkt i ri. Është vërtet, kanë një silloj jo thartire në kuptimin e keq të fjalës, njaftësi, bravo. Por japin aq shije gatimit, atyre tavave që po thua, sa tani marrim një 3-4 domate të tilla, sepse është fjala për 4 persona. Nuk do ta servirim në atë tas. Po, thjesht do t'i marinosh këtu, do t'i hedhësh edhe për marinim, po. Po erzat tek qoftë t'i hedhish në fund apo para se të vendosim t'i skuqim, apo do t'i përdorim? Nuk ka erza fare. Prandaj tash anon më tepër një çik si me petulla. Po, mund t'i hedhësh, nëse unë do ta kisha gatuar, qofte vërtet me qep, mund t'i vendosja qep të njoma, një 3-4 qep të njoma në të grira holl, do vendosja dhe kopër, sepse kopra me kungullin shkon shumë. Por koprën do ta vendos në sallatë dhe në një farë mënyrë e kombinojmë së përbërës. Ja këtu. Tani do të marr një çik gjethen anexiku. Vetëm gjethet, mund t'i coptoj, jo gjethet plot, do ta coptoj kështu. Copza, të vogla. Dhe jep një shije dhe freski të mrekullueshme. Gjithë kuzhina në bjerë. Ja, vetëm këto erzat bëjnë ndryshimin ke sallata që çfarë do thoni ju, qep, domate e zakonshme. E zakonshme, shumë e zakonshme. Ja. Po provojini një herë me këto erza se do të shikoni dhe do të kujtoni. Për çfarë nuk përdoret në fakt në energjiku, edhe në çaj mund ta përdorim. Jo vetëm për sallata. Çaj me anegjik është i mrekullueshëm për të gjithë ata që vuajnë në reumatizëm. Edhe që me ardhjen e të ftohtit, është njësoj siç mund të pim kamomilin kur na dëm ndonjëherë barku apo kur qetëson. Po. Ashtu është edhe çaji i anegjikut për
thash, jo kur ka degeneruar, po kur Po janë ndjehes në tani, ata hapat që e fare. vuajnë me pishin e kohës, me ndryshimin e temperaturës, ndjejnë le të themi dhimbjet nga aromatizma. Mund ta përdorin çajin e energjikut si një kur personale për ditë nga një çaj. Tani këtu do të hedhim pak krip. E marinojmë sallatën, jo shumë gjatë kohës që ne skuqim pejtullat, gjithçka është në rregull. Do të hedhim një majluge sheqer. Po kur them majluge, absolutisht po. Nuk e prish shijen e sallatës. Nuk ndjehet asgjë ëmbël. Do të hedhim, kisha dhe një lugë të thatë, vendos aty. Ja, shikon, ju kam thënë që unë bëj shumë embër muj. Në fund fare do bëj një përmbledhje të lugëve që ke përdorur. Tani unë e di, çdo njeri ka të metat e veta. Një nga të metat e mia është pikërisht kjo. Nuk do që ti laparosësh po ta përdorësh fjalën time. Që unë bëj shumë NPs. Kjo tani është uthull? Veti bëj, veti laj. Flas për në shtëpi, se këtu më ndihmon shumë shpresa. Kjo ishte uthull? Uthull tani do të hedh vaj. Uthull të zakonshëm. Nuk e trazuam, thjesht ashtu siç janë. 2, 3. Doj qik më shumë se uthull, a? Me të që një sot zënja Vjosa që nuk përdori një salsë, një dressing. Jo, kështu, thjesht fare, thjesht. Pisa me madhe e anvisave publikut që në ndjek, kështu e përdorim bësër. Dhe edhe një lukë tjetër, dhe tani do t'i trazojmë në këtë formë, dhe këtu do të marinohem. Kur t'i servirim në pjatë, mund të shtojmë vetëm pak kopër. Me që thash, kopra me kungullin shkon shumë. E lëm kështu më nja, dhe pothuaj se përfunduam. Tani, te ky tas, do të shtojmë vetëm parmigianin. Okej. Përpara se të fillojmë që ti skuqim, Po. Unë e kam matur, bëhet fjalë për 3 lugë, parmigiani është djathë që shkrin dhe kapet, kur e vendosim në furr, pjesa e sipërme, edhe këto mund t'i vendosim në furr. Sa të pyetja, mund t'i bëjmë në furr? Po. Edhe këto mund t'i vendosim në ato pjesët individuale, po, që t'i bëjmë si kek të vegjël, por unë sot do t'i sjell të skuqura. Përpara se të fillojmë t'i skuqim, zonja Vjosa, do doja se ka përshtypje mos ka ndonjë zënjë shtëpia apo ndonjë gjyshe që dëshiron të telefonojë të marrë pjesë tek hapësira jonë që fillon së shpejti, pjata e gjyshes time dhe nuk e di numrin, dhe shfaqim tani në ekran numrin e telefonit, mund të telefononi në çdo moment që ju e shihni këtë numër, regjistroni, mendoni dhe ne ju presim në këndin tonë të gatimin bashkë me nipin apo me mbesën tuaj. Do të gatuajmë së bashku, do të bisedojmë. Unë ju falenderoj të gjithave juve që keni telefonuar dhe keni shprehur dëshirën për të qenë pjesë e kësaj hapësire. Do të kënaqemi, do të kujtojmë momentet tuaja të bukura. Keni shumë për të thënë, 68 90 43 315. Mos harroni telefononi që nga ky moment regjistrohuni tek ky numër telefonin e t'ju marrim sërish për t'ju sjell këtu në këtë hapësirë dhe më pas në një hapësirë dedikuar vetëm për ju. Ky ishte njoftimi që doja të ndaja me zonjat edhe me gjyshet, sepse mund të ketë shumë telefonata në këtë momente dhe nuk arrim që ti marrim, sepse s'kemi nxjerrë numrin. Numrin do ta keni gjithkohë në ekran, në cepin e ekranit. Atëherë me gjithë të përdorësit të mbaruar, nuk ka fare problem, mua tani më duhet vetëm qofte të fillojmë të skuqim. Qoftet me kungull, nuk do të hedhim vaj shumë, aq sa të mbulojmë sipërfaqen e tiganit. Brumit sa i trash duhet jetë, ta shohim pak në i bie sa të bjeri nga luga. Po. Këto me lugë do të hidhen. Me lugë. Dhe me lugë përsëri rregullohen. Okej. Sa të nxehet vaj, unë po bëj një përmbledhje zonja Vjosa të përbërësve. Sepse unë desha dhe një lugë. Do dhe një lugë tjetër. Më duhet që të duhet për ta hequr nga luga. Po që ta luaj çik me vaj, edhe vazhdojmë. Kjo duhet parë kjo puna, duhet bërë një përmbledhje në fund. Do ta shojmë. Qoftet me kunguj, lista e përbërësve me gramaturën që shihni në ekran. 600 gram kunguj, 2 kokra vezë, 150 gram gjiz ose djath,
3 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle djath parmigiano, krip, piperizi, vaj për skuqje dhe sallata mix që të shoqëroj qoftet me kunguj. Sa po kemi filluar tani, do të fillojmë që ti skuqim dhe këtu mbi tryez shoh përbërës të tjerë. Makarona, djath sërish, pancet, makarona, veshza. Ara, veshza. Po, veshza, por në etiket nuk shkruhet veshza shqip, por orikete. 2 qep, qep të vogla, 125 ml koncentrat mishi të viçit, 125 ml pana, 50 gram ara, një mënyrë për t'i vendosur frutat e thata në gatim, në salat. Tek ajo salata sot nuk para më shkonte shumë, por tek makaronat më shkon goxha. Pastaj, kemi pak pancet, prosciutto spek. Se dhe prosciutat ka me emrin e tyre, kemi 2 lugë majdanos kryesisht vetëm gjethet, do t'i grim holl. Kemi parmigian, po dhe nëse nuk e keni në shtëpi, ju garantoj që janë shumë të shijshme me gjithë përbërësit e tjerë. Dhe ju mund të shikoni këto përbërës dhe të thoni sa të shtrenjta që janë, absolutisht fare. Pjata e makaronave nuk do t'ju biri më shumë se 100 e ca mi lek për 100 e ca mi lek birë, vjollë ca qate. 1000 e pak lek me 100.000 lekshë. Po, kam. Do të njemi me kosto në fund fare, kur ti servirim, në mënyrë që të bëjmë dhe një përmbledhje të përbërësve, dhe kam përshtypjen se të treja gatimet, qofte salata edhe makaronat, mund t'i kemi mbi tryez në një vakt të vetëm, apo jo, sepse shkojnë me njëra tjetër, mund kombinohen shijet edhe makaronat i sjellim sot në një tjetër formë, nuk mbaj mend që ta kem gatuar në një këtë recetë. I kemi gatuar këto si lloj makaronash, po receta është e ndryshme. Edhe këto s'më kujtohen. Po, i kemi gatuar. Me njëherë u skuqën, në kuptimin që nuk duhen lënë shumë ta kenë mendjen anvisat për megjithatë duan një çik të skuqura që të shkojë deri në mes. Deri në mes, po. Ne i kthejmë edhe ato dhe bëjmë një shkëputje. Patjetër. Bëjmë një shkëputje për të falenderuar bashkëpunëtorët tanë, rikthehemi shumë shpejt me përfundimin e kësaj recete, dhe përfundojmë këtë pjesë. Ja ku jemi rikthyer, vazhdojmë të gatuajmë qoftet me kunguj, sapo i kemi kthyer, do t'i kullojmë në një dras me një letër sipër në mënyrë që të nxjerrin të gjithë yndyrën që mund të marrë, megjithëse duket që nuk ka thithur. Absolutisht fare, ja i gjithë vaj është këtu. Nuk kanë thithur fare yndyrë. Është receta e tillë që nuk thithin yndyrë, për arsye se unë nuk do të thosh asnjëherë që t'ja u japin fëmijëve me vete në shkollë. Por duhen pjekur, domethënë duhet të jenë më shumë se të verdha, të kuqërremte kështu të errta. Atëherë vazhdojmë. Unë kam ulur temperaturën, asnjëherë në temperaturë të lartë, se është pjesa e vezës. Është pjesa e vezës që erësohet dhe na gënjen syri. Na duket sikur është skuqur, por ama brenda mund të jetë e papjekur. Ekziston ajo klisheja që hamë se kungull dhe mendojmë se nuk ka vlera, ama nëse lexojmë të dhëna dhe bisedojmë me dietologët, kungulli ka jashtëzakonisht shumë vlera, madje edhe një supë me kungull të gatuajmë për një vakt të caktuar, nuk do të thotë se nuk kemi marrë vlera ushqimore apo nuk kemi ushqyer mirë, sepse forcon të imunitetin, ka një sasi të madhe uji, çka na ndihmon dhe na përmirëson tretjen, kështu që mjafton të lexojmë të pyesim se çfarë vlera të tjera ka kungulli, qoftë kungulli i dimrit, kungulli i verdhë, sepse në një familje përfshihen, qoftë edhe kungulli i jeshil, dhe ne mjafton të dimë atë gamën e përdorimit apo të recetave të ndryshme që sillen këtu në këndin e gatimit. Kemi sjell jo supë me kungull të verdhë, jo supë me kungull i jeshil, disa edhe tavë me kungull, kështu që mjafton të zhvironi në Ballkan në arkiv. Kemi prur dhe lakror me kungull. Nuk po e thoja, thash do ta mendoj, do ta thotë zonja Vjota. Por edhe lakrori kishte edhe këtë kushtin, pra që duhet të kullonte mirë kungulli, sikundër e kanë dhe këto qoftet e sotme, sepse ajo lagështira do të na prishte pumbe, se do na bënte shumë qulle brumi. Po, është e vërtet. Deri tani ke përdorur 7 lugë.
Unë po bëj koston e enve. Po përbërës sa ishin? Përbërës? A në qoftë se unë e vendos lugën ke salata, mund ta vendos përsëri kemi edhe? Jo. Nuk të bëra kritik, thjesht po bërë një kosto. Ti përgatit koston e se cilës recet, ne të shofim dhe të vrojtojmë, të ndjekim me shumë vëmëndje, në mënyrë që ti mësojmë, jo vetëm procedurën e gatimit, por edhe radhën e punës, mënyrën se si gatuan ti zonja Vjollca, sepse ka shumë ndësi. Ja, unë them për shumë këto qoftet, e po ti gatuaj, do më dalin shumë qulle, nuk e di. Absolutisht fare. Ime më bërni dhe një recet me këto, po me presh. Në vend të kunglit përdorim presh. Po, sigurisht. Dhe idhet në jazë me thatë, kryesisht. Po, sigurisht. Bana të erën e mirë. Edhe njerë, ma thuni, për qa ishte ajo? Najaz? Najaz. Kush është najaz? Nenegjiku, po. Di që disa erëza kanë emra të ndryshëm në sipas zonave të ndryshme? Po, nenegjik, mente, nenegjik. Kështu që se i ngatrojmë ambisat, jo për gjë. Prandaj bëra pyetjen. Por dhe unë me thënë të drejtën nuk e dija tamam. Jemi vënd për shkak të pozitës geografike me një pafundësi bimësh mjekësore, bimësh aromatike, që ndonjëherë nuk dim dhe vlera dhe mund t'i kemi dhe të baçja. Madje jemi me fat për këtë. A e di sa udhtojnë njerëzit ose për të gjetur erëzat e duhura, ose në kohët e mëparshme, shumë. Në malë dhe larkë. Me thënë të drejtën, dhe luftrat kanë bërë punën e tyre për shkëmbimin e tregtarëve, kulturave, gjithë shka. A ta ndajmë një qoftë e bashkë? Të ndajmë, unë e gatshme jam në çdo moment. Jam pak të nxehta. Jam pak të nxehta, mirë, në rregull. Jam pak të nxehta. E shishme se unë se prova dhe për krip. E shikon që kripa ka qenë tamam? Po, ka qenë tamam. Edhe djati duhet të ketë patur krip. Po, thash. Gjitha kur përdoret në vend të djatit, nëse nuk kemi djatë, duhet të jetë me krip, besoj, ëh? Nëse do të përdorim Jo, gjitha është mirë tjetë pa krip. Edhe ja hedhim pak fare. Dhe ta hedhim kripën kur të ne t'i gatuajmë. Mirë. Vetëm gjitha duhet tjetë e thatë, po, pa lagështirën e saj. Kostoja për 4 persona të kësaj recete, pra të qofteve me kunguj, është vetëm 420 lek, se 4.400 lek të vjetra. 1.200 lek për person? Jo vetëm, 1.100? Aty nuk është vetëm kunguj, ja? Më fali, nuk janë vetëm qoftet. Bashkë me salatën që do të shoqëroj. Bashkë me salatën me domaten, bashkë me qepën që kemi përdorur. Madje me çmim me domate pomodorini, qershi. Kështu që është receta ekstra, shkon 4.400 lek të vjetra, ose 420 lek. Llogaritur për të gjithë gramaturën e përbërësve që kemi në tabelë. Atëherë, kjo pjatë që ne do të servirim me 4 qofte dhe me salatën, kushton 110 lek, 1.100 lek. Për person. Jo 100.000 lek, si që ta zërë, jo. Pra një person. Kjo është në 4 pjesë do të ndahet kjo salata, bashkë me, sa qofte nga bjerën për person? 4, bolli kemi. 4 qofte dhe një salat, 1.100 lek. Sa nga kursen të zonja Vjollca, sa mund të përballojmë shumë mirë, mjafton të dim çfarë të gatuajmë. Kjo është mirë gjithë sa të kesh. Ishte domosdoshme që ne të nxirrnim çmimin, për arsye se unë shpesh takoj anvisa dhe më thoshin, e ku i bëjmë ne dot ato? Flas anvisa që pensioniste, që mund të kenë jo pensionistët i din çmimet. Po i din madje më mirë se unë se ti. Po më thoshin, ku i gjen ato erza? Erzat ke dyqanet e frutave, të gjitha erzat janë atje. Madje ka dhe më shumë erza se që kemi ne këtu. Kopra majdanozi, 100 lek është, 100 lek. 1 lek. Se dhe unë herë nga 3 lek të reja me lek të flasim me të reja më mirë se kështu jemi mësuar dhe në gjuhën e shtëpisë dhe me anvisat. Me të reja, me 100 lek. Me të vjetra. Ju brezi juaj, me 100 lek është të reja. Në fakt 1 lek është të vjetra. Flasë për majdanozin. Po. 100 lek? Tufat janë, po. 10 lek janë të reja. 10 lek dhe jo vetëm majdanozi, jo vetëm kopra, po gjitha tufat që e mbushin atë aromën e mirë dhe na japin shumë shije gatimeve tona, mos ju ndani, përveç se frutave të thata që vazhdojmë ta themi, sepse na ndikojnë shumë mirë në shëndetin ton, jo vetëm për imunitetin, jemi poftohet koha, zonja Vjollca. Në pjesën tjetër, pasi të përfundojmë gatimin, do të kemi receta tjera të vogla, mini receta, do t'i sjell Rolina Nacho, se si mund t'a përmirësojmë ftohjen. Pra, se si mund të ne t'i bëjmë ballë, le të themi një gjendje gripale, si mund të
shërojmë kollën në kushtet e shtëpisë gjithmonë, para se të shkojmë te doktori. Sigurisht, nëse gjendja është më e agravuar, ne t'i drejtohemi doktorit, por janë disa truke, disa përbërës, ja pikërisht për këto përbërës po flasim, që ne mund të na ndihmojnë më së miri për të përmirësuar gjendjen tonë shëndetësore. Ja vlen jo vetëm për ne, por edhe për fëmijët. Mirë, bëhemi gati tani të servirim pjatën e parë. Po. 1100 lekëshi. Po, 1100 lekëshi. Ja. Dhe pa koper dhe 4 qofte. Listën e përbërësve e kemi lexuar, kështu që s'na mbetet që tjetër vetëm t'i servirim dhe në pjesën e dytë, do të bëjmë diçka për recetën e dytë, tani të duhet ujë për të zier. Po, ujë për të zier dhe unë do të pjek pa yndyr, do thërmoj arat, jo shumë të vogla, në copë zatë, po, dhe do t'i kaloj një qik, do t'i pjek pa yndyr. Okej, ato kanë dhe yndyr në vetë, kështu që mund t'a lëshojnë besoj. Do kaloj edhe pancetën të ka i tigani, pa yndyr prap, për ta bërë krokante. Do të vëmë ujën për të zirë makarona, do të pjekim edhe arat bashkë me pancetën, në mënyrë që t'jemi gati në pjesën tjetër. Numri që shihni në ekran, 68 90 43 315 është për ju gjyshe. Pjata e gjyshes time është rubrika më e re që do të nisë në Vila 24 në këndin e gatimit dhe do t'jeni ju që ta bëni këtë hapësirë shumë të bukur, shumë të këndshme për të kaluar momente të paharrueshme, sikundur kemi kaluar me të ftuarit që kemi patur për gjatë sezoneve të shkuara. Është radha juaj, kështu që telefononi, ju presim këtu në këndin e gatimit, bashkë me zonjën Vjollca, bashkë me nipin apo me mbesën tuaj, t'i rëfeni ati ose asaj, kujtimet, marrëdhënien, pjatën e preferuar, ushqimin e preferuar që e bën të paharrueshme këtë moment. Dhe kemi përfunduar, apo jo zonja Vjollca, të kjo pjesë? Unë po, përfundova. Ja ku është pjata. Kjo është pjata e parë që ne servirim në këndin tonë të gatimit. Për vendos këtu në mes. Kjo është pjata për një porcion. Qoftet me kunguj, me vez, me miell, me nenexhik, me koper, krip, djath, edhe parmixhan në fund fare. Këto ishin përbërësit që ne i hodhëm teksa formuam të brumin. Dhe salata me domate, por me domate të ngjyrave të ndryshme. Zonja Vjollca ka sjell pomodorini, ka sjellë domaten që është jeshile jashtë, po e kuqe brenda. Emrin nuk e di, domate, nuk e di se ka domate fushë. Po, domate fushë dhe domate të zakonshme e kuqe. I keni edhe përbërësit në anën tjetër të ekranit. Nuk e di është e nevojshme t'u lexoj sërish, sepse në ndodh që telefonatat vinë edhe për të fokusuar listën e përbërësve. Këto janë qoftet me kunguj. Kjo ishte receta e parë, një flesh informativ do të na rikthej sërish në këndin e gatimit dhe ne do të përvishemi punës për të bërë gati dhe për të gatuar recetën e dytë. Kështu që na ndiqni, ka një shkëputje në këto momente. Jemi rikthyer, do të vazhdojmë me recetën tonë të dytë, si kundur e prezentuam gjatë përgatitjes së qofteve me kungull. Përpara se të nisim zonja Vjollca, do doja të njoftoja shikuesit dhe do t'i falenderoj të gjithë zonjat dhe zotrinj që na telefonuan tek 68 90 43 315, por do doja në të njëjtën mënyrë t'ju tregoja që ky numër nuk është për t'ju pyetur apo për të hyrë në linjë direkte dhe për të biseduar me ne. Me shumë dëshirë do të bisedonim, por ky numër është për të bërë këtë njoftimin e rëndësishëm për gjyshet. Nëse gjyshet dëshirojnë të vinë dhe të jenë pjesë e këndit tonë të gatimit, pra të rubrikës Pjata e gjyshes time, shumë mirë mund të telefonojnë dhe ne do të regjistrojmë numrin tuaj. Ky numër, nëse dëshironi të bëni pyetje, kemi Facebookun Vila 24, aty mund të drejtoni pyetje pafund, sugjerime, gjithçka që ju mendoni për emisionin Vila 24 dhe veçanërisht për këndin e gatimit. Numri që shihni në ekran, 68 90 43 315, është për të telefonuar dhe për të regjistruar, për të pyetur mbi rubrikën. Kolegët tanë do t'ju sqarojnë dhe do t'ju japin detaje mbi rubrikën Pjata e gjyshes time, që nis së shpejti këtu në këndin tonë të gatimit. Edhe një herë, telefononi për të regjistruar, jo për të pyetur se nuk mund t'ju japin përgjigje live kur ju bëni telefonatën. Zonja Vjollca. Po. Me çfarë do të merremi tani? Të shkoj të marr pak menun me përbërësit, se kemi gati, kemi shënuar përbërësit, ndërkohë që merremi me detajet e tjera. Ne tani, siç tham, do të bëjmë një pjatë me makarona. Kemi zgjedhur makarona orikete, që shkruhen etiketë shqip, është veshza, sepse ka pikërisht
formën njësoj si të jetë një veshë i vogël. Atëherë, kemi 320 gram makarona. 80 gram makarona, duke patur dhe një pjatë tjetër, është mjaftueshëm për të ngrënë shëndetshëm. Kemi 2 kokra qep të prera në gjysmë radh. Në këtë formë, siç është qepa rumbullake, e kemi prerë në gjysmë radh. Kemi 125 ml koncentrat viçi, lëng mishi. Po i them sipas radhës, 2 lugë gjallë, kemi 2 lugë majdanos, do të më ndihmoj Niki, duke më nxjerrë vetëm pjesën e gjetëve. Kemi 125 ml panë. Mund të shtriheni edhe më shumë, por ka yndyrë mjaftueshëm, kështu që nuk është nevojë për më tepër. Kemi edhe 50 gram arra që luftojnë kolesterolin, na bëjnë shumë mirë për shëndetin. Po lexoja dhe ishin nuk e ngarkojmë me yndyrë apo me një përbërës që s'na bën mirë arra. Arra në sasinë e duhur, 50 gram për personin, thonë 12 gram e gjys për një person. Dhe gjitha vetit i ka dhe të ajo lëkura e sipërme. Prandaj dhe ne i skuqëm kështu siç janë. I lëm këtu që të ftohen dhe kemi vendosur tenxhere ku dhe për pak ujë do të filloj të valoj dhe ne do të vazhdojmë të punojmë paralelisht. Na duhen 10 deri në 11 minuta për të zjerë makaronat. Do të vendosim një tigan. Ja, kemi këtu tiganin. Të arrisi çik temperaturën këtu. Paraprakisht, siç e shikoni, unë këtu proshutën spek e kam bërë krokante fare. Edhe një ngjyrë akoma më të kuqere. Po, si është bërë, që mund të fermohet në copëza të vogla ose në copëza të mëdha dhe lëm këtu se vërtet proshuta spek ka çik yndyrë dhe letra ja përthith komplet. Po edhe kur skuqet ajo e lëshon atë yndyrën. Atëherë këtu uji është gati. Do të hedhim kripën. Dhe me njëherë makaronat. Sa e kishin minutazhin makaronat, i lëm shumë? 10 minuta. 10 minuta, në të vogla. Hedhim gjalpin. Jemi bërë gati për të marrë gjalp tjetër, shiko. E përfunduam, no? Nesër hapim kutin tjetër. Pazaret i kemi bërë tashmë, si do fundjavë që i bëjmë. Ne e llogarisim e prologarisim, si të thuash, buxhetin edhe frutat perimet që na duhet për gjatë gjithë javës, jo të gjitha, sigurisht se ka çdo ditë ndryshime dhe risi të reja në gatimin e zonjës Vjolca. Ne do të fillojmë me qepën tani. Po, arat i ke skuqur dhe i ke prerë në këtë formë. Po, si kundër na e mund t'i hedhim në një kuti të vogël që mos dukemi keq. Okej. Tani zonja Vjolca, me qenë se jemi tek arat, unë po lexoja për frutat e thata në fakt dhe ne e themi vazhdimisht në këndin tonë të gatimit. Ama do vazhdojmë ta themi sepse duam ta kultivojmë këtë shije tek anvisat, te cila do lloj anvis që po na ndjek zonjë shtëpie, anvis e re, anvis me eksperiencë. Frutat e thata janë të pazëvendësueshme për imunitetin, për shëndetin e zemrës, arrat në rastin konkret. Por për më tepër që të mos bëhemi ne ato kompetencat, marrim kompetencat e personave të mjekut, e të personave që merren me studimin e tyre, ne i kemi mundësinë që i kemi pjesën më të madhe në fakt të frutave të thata edhe në Shqipëri, ato tregtojnë, mjafton t'i zgjedhim, mjafton t'i përdorim në gatime, në ëmbëlsira, në sallata, edhe kështu siç janë në masën e duhur. Njihuni me vetit që kanë frutat e thata dhe do të rikthehemi me ato shijen që na lën frutat e thata dhe ato vlerat ushqimore që na kultivojnë, rikthehemi shumë shpejt. Frutat e thata janë shumë të njohura për një mori arsyesh. Konsumimi i tyre ndikon jo vetëm për një shëndet më të mirë, por ofron shumë minerale esenciale, vitamina dhe fibra që ju nevojiten çdo ditë.
Frutat e thata nuk prishen shpejt dhe janë një ushqim ideal për t'u pasur gjithmonë me vete. Por duhet të keni parasysh diçka. Frutat e thata kanë më shumë kalori, pasi janë më të koncentruara dhe u është hequr uji. Për peshë të njëjtë, frutat e freskëta kanë më pak kalori se i njëjti frut, po i thatë. Rushi. Mbreti i frutave të thata është rushi. Ai është shumë i pasur në hekur dhe vitamin B, si dhe përmban shumë minerale të tjera. Frutat e tjera të thata me tul janë kajsit, fisht, kumbullat, hurmat e arabis. Ato janë të pasura në glucide dhe të varfra në yndyra. Studimet kanë treguar se disa elementë që gjenden në frutat e thata, por kryesisht tek kumbullat, kanë ndikim shumë pozitiv në shëndetin e kockave. Sa i përket frutave të thata natyrore si arrat, lajthit, bajamet dhe të gjitha farat vajore, rekomandohen të konsumohen për ditë. Frutat e thata arrore janë për të konsideruar ushqime shumë të çmuara dhe të shëndetshme, të cilat kanë efekt të mirë antioksidant dhe kundër plakjes. Motivet për të cilën duhet konsumojnë sa më shumë fruta të thata është sepse janë të pasura me acide yndyrore të pangopura, vitamina, minerale, fibra dhe substanca të duhura për organizmin. Për të mos përmendur këtu për përmbajtjen e lartë të proteinave shumë të rëndësishme për vegetarianët. Farat vajore janë të pasura me yndyra, të cilat thithen lehtë nga organizmi ynë. Arrat. Arrat janë të pasura me acidet yndyrore omega 3, veçanërisht me acidin alfa-linoleik, të cilën trupi nuk mund ta prodhojë vetë. Acidet yndyrore omega 3 kanë veçori antiinflamatore dhe ofrojnë mbrojtjen e sistemit kardiovaskular, duke ndihmuar reduktimin e tensionit të gjakut. 1/4 e filxhanit me arra siguron madje 90% të dozës së rekomanduar ditore me acidet yndyrore omega 3. Arrat janë po ashtu të mbushura me vitamina dhe minerale, duke përfshirë grupet e vitaminave B, vitamin E, bakrin, hekurin dhe zinkun. Ato kanë veçoritë e tyre dhe mbrojnë nga radikalet e lira, ndërsa sigurojnë funksionimin e drejtë të qelizave. Bajamet. Bajamet janë një burim vitamine E, sigurojnë plakjen e shëndetshme dhe mbrojnë nga sëmundja e Alzheimerit. Bajamet përmbajnë magnez, i cili redukton ngarkimin e enëve të gjakut, nxit rrjedhën e oksigjenit dhe redukton sasinë e radikaleve të lira që dëmtojnë zemrën dhe sistemin kardiovaskular. Përveç vitaminës E, bajamet bashkë me kikirikët kanë dhe doza të konsiderueshme vitamine të grupit B, të cilat janë aleatët tona më të mira në momente stresuese. Këto vitamina njihen ndryshe edhe si shplosit e trurit. Frutat e thata, përveç shijes së shkëlqyer dhe burimit të vitaminave, kanë një ndikim mjaft pozitiv edhe në funksionimin e aparatit tretës për shkak të pranisë së lartë të fibrave. Por mbi të gjitha janë shumë komode për t'i pasur me vete, si një ushqim për të thyer urinë, por edhe për të marrë ato vlerat minerale esenciale që na nevojiten. Madje po lexoja zonja Vjoca që 100 gram fruta të thata kanë 46 kalori. Po. Ndërsa pjesa tjetër, pra kur janë ato të njomat, 100 gram frutat të njoma kishin 240 kalori, diçka e tillë llogaritesh pra dhe humbja e një pjese të lagështirës në të gjithë kalorinë që përmban. Kjo do thotë që frutat e thata kanë më shumë kalori. Më shumë kalori dhe duhet për llogaritur mirë edhe sasia që duhet të konsumojmë në ditë. E kemi thënë, së bashku frutat thata 10 deri në 12 numri i përcaktuar. Bajame dhe arra bashk, jo arra kokër, thelpi. Atëherë, si që shikoni, qepa është farë dhe tani me njëherë hedhim lëngun e mishit. Lëngu i mishit e zjen dhe e bëjmë atë çik më shumë. E lëm 5 minuta që të zjej këtu së bashku, pra lëngu i mishit së bashku me qepën. Ndërkohë, këtu kanë kaluar 5 minuta po njërë, duan edhe 5-6 minuta të tjera, dhe makaronat janë gati. E shohim nëse na përthahet më shumë se ç'duhet lëngu, kjo mvaret nga temperatura që përdorin ambisat,
mund të shtojmë lëng makaronash në çfarëdo lloj salce makaronash që bëjmë. Dhe është mirë se bëhet një lloj lidhje. Bravo, bën atë lidhjen e përbërësve me njëri tjetrin. Nuk kemi shumë përbërës, ja. Qepa ka mjaftueshëm këtu lëng mishi, bëmehet, shife, edhe uji nuk është lëngu, nuk është lëng i hollë, po së bashku me qepën fillon e lidhet pak, bëhet si më kremoze, e lëmë edhe pak, të mbuluar me kapak, dhe mbas 3 minutave këtu do të hedhim panën. Do të ullim temperaturën, kur të hedhim panën, nuk do të lëmë që të zjej në temperaturë mbi mesatare, por nën mesatare, dhe sa po të fluskoj e lëmë një 3 minutë. Pana e zakonshme, tani makaronat... Pana e zakonshme, krem pana. Makaronat po i gatuajmë me 2 qep të vogla, 2 lugë gjelle gjallë, 200 ml koncentrat vici, 150 ml pana, 2 lugë gjelle majdanos, 100 gram prosciutto spek, 50 gram arra, 4 lugë gjelle parmigiano, krip piperizi. Pra, makaronat me salcë, prosciutto spek dhe arra është receta e dytë. Atëhere, pjesa e spekut, do më thënë prosciutto spek, pancetës, do të hidhet në fund fare, së bashku me arrat. Mbas panës, ne do të hedhim majdanozin, faleminderit, shiko si mi ka bërë. Gjethe vetëm vetëm, i mbledhim gjethet, me njëra tjetrën, dhe i grim. Ti hedhim një sy të dyjave, edhe makaronave, edhe salcës, e cila po bëhet akoma më kremoze, po fillon dhe po merr ato trajtën e një salce kremi. Edhe abullon një qik pjesa e tretet ujit. Lagështia e qepës humbet. Ja, këtu është gati, majdanozi. Ja, shikoni? Po thuaj se... Edhe djathin parmigiano në fund, zonja Vjota. Më ndihmon kamera, e shikon si duken fluckat, nëse do t'ishe shumë lëng pjesa e koncentratit, është lidhur së bashku me qepën, dhe 2-3 të rrotulluara dhe kjo po thuaj se largohet komplet. Unë do t'i hidhja dhe 1 lugë, 2 lugë. Jo, kam garisht. Nga lëngu i makaronave, cilat janë drejt fundit të zjerjes së tyre? Ja, një gjysmë garuzhe, dhe më pas do të hidhja panën. Para se të hetë panën, do ta ul temperaturën, e ula. Kjo ndihmon të bëhet akoma më kremoze, kam përshtypjen? Po, patjetër. Dhe do ta lëm një çik këtu të filloj të zjej në temperaturë të ulët. Në temperaturë të ulët. Mirë, ne përgatitemi pastaj për ta servirur, sepse dozinë makaron do bashkohen me salcën dhe na ka mbetur parmigiani edhe arrat, por bëjmë një shkëputje publicitare, ka publicitet në këto momente, dhe përfundojmë, do të rikthehemi në pjesën e fundit të këndit të gatimit për sot. Do t'i servirim pjatat? Po. Jemi gati. Për t'i servirur, nuk të lezo një vjuza të prekësh asë një gjë nga këto gatimet që bëm para prake, derisa të serviren, kërë që kishim betur pezull, sepse po fillonim në transmetimin. Hedhim majdanozin. Tani do të hedhim makaronat në tasin, në mfalni, tiganin. Tiganin bashkë me panën, me qepën, me lëngun e mishit, majdanozin. Këto janë përbërësit që janë hedhur në tigan deri më tani. Ja. I lëm këtu dhe 1 minutë së bashku me të gjithë këto përbërësit e tjerë. Çdo hane. Kjo prosciutto spek do t'japi shumë shije dhe kombinimi është ideal, zonja Vjolca. Po, prandaj nga... Çdo gjë ka vendin e vet. Prandaj nga troj fjalët unë, nga tigan, tas, e kam hasë zjat me njëri dorë aty ke tasi. Te prosciutta e pjekur. Prosciutto spek, kërkoni 100 gram kemi përdorur sot dhe kemi përbërë një përllogaritje të gjithë përbërësve në këtë kostoj që shihni në grafikun e ekranit. Pra kostoja për 4 persona e kësaj recete, pra të makaronave me salcë, prosciutto spek dhe arra, është 520 lek, 5200 lek.
Për 4 persona kuptohet në gramaturën e përbërësve që ju vinë në ekranin tuaj. Pra, 320 gram makarona, 2 qep të vogla, 2 lugë gjelle gjalp, 200 ml koncentrat viçi, 150 ml pana, 2 lugë gjelle majdanos, 100 gram prosciutto spek, 50 gram arra, 4 lugë gjelle parmigiano, krip, piper i zi. E gjitha kushton për 4 persona, theksojmë të gjë, 520 lek. Unë kam dëshirë i hodha pak arra, por do të hedhe dhe pak këtu. I hodhe gjatë kohës që i përzjeve aty. Unë kam qetë kështu që të duken një qikë këto përbërësit. Kur i spërkat me nga pak... Ekstra. Ja, edhe arrat. Ja dhe prosciuton, do ta thermoni në copza, si të dëshironi ju. Jo shumë të vogla, se të shijon kur është pak e madhe kjo prosciuta. Ja, unë e provova pak dhe ishte shumë e mirë. Ja. Kështu e pjekur, kërce. Po. Në të gjitha pjatat, do të hedhim dhe prosciutto, dhe kjo është receta. Ja dhe i qik djathë. Ska si të ishte më mirë se kaq, të lumshin duar, qoftët e kungullit, salatën me domate, edhe makaronat me salsë. Vendose dhe pjatën aty. Ja, do doja që ta vendosja këtu, paralel me qoftet. Si të dëshirë, vendose dhe pjatën e qofteve. Ja, dhe këtu. Kjo është tryeza që ne shtruam sot për të gatuar shëndetshëm edhe për të mbushur plot ngjyra edhe shije tryezën e familjeve tuaj. Mjafton që të na ndiqni në Villa 24 çdo ditë në orën 9, gati 1 orë gatim, përcjell 2 receta me një kosto të pak konsiderueshme fare, duhet të thënë. Ndërsa në Balkanu.com, në portalin lider të informacionit, në rubrikën Enkas përgatimin, do të mund t'i lexoni recetat e zonjës Vjollca. Aty i gjeni me detaje të shpjeguara mirë, ndërsa ne këtu kemi rastin dhe privilegjin që edhe t'i shijojmë. Po, mund t'i provosh, makaronat. Po. Dhe isha t'i them anvisave që tek vlera e parave që unë shkruaj, ka hyrë edhe ajo luga e vajt apo e gjalqit, edhe pse është një përbërës që ne e blejmë dhe kemi në frigorifer. Ndoshta për shpenzim të përditshëm, për shembull ke kungulli apo ke përbërësit e tjerë, juve keni një sasi më të vogël parash. Se unë me një djathë parmigjan, kam filluar punën në fillim në 5 shtator, kemi filluar sezonin, dhe sot është data 19, kanë kaluar 15 ditë, dhe unë kur them një lugë, 2 lugë, 3 lugë parmigjan, përsëri kam dhe një gjysëm, përsëri nga ajo pakoja që kam marrë. Vazhdo, mund t'hash. Vetëm mos harro të flasësh, na thuash, a janë bë të mira apo të liga? Po bëja krahasimin. Qepa është tretur komplet, që nuk dallohet fare. Dhe ky kombinimi me panën që ka fantastik me qepur. Se kemi përdorur panën, po me përbërës të tjerë. Me gjitha arvajta dhe tek prosciuta. Është fantastike kjo receta, mund ta gatuani shumë kollaj në shtëpi tuaj. Mjafton të merrni këto përbërës, se besoj se prosciutën spek ndoshta edhe mund mos e keni në frigorifer, mund të shkruani ta merrni tek... Po, ata e blejnë për ditë. Për ditë, kudo gjendet. Ne kemi përfunduar këtu bashkë me ujin thap, që do të zbukuronte akoma dhe më shumë tryezën, e do të na... Nuk e zbukuron, është domosdoshmëri. Është e vërtet. Zbukurim në kuptimin edhe të shijes. Po, është e vërtet. Po, më pat dhëm pak uj, nuk e mbyllë sikur, e di që po më thonë mbyllë. Do të përfundojmë këtu këndin e gatim, zonja Vjollca jemi nesër sërish bashkë, me kuriozitetin e madh për të mësuar 2 receta të tjera. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Në këtë hapësirë gatimi do të shkëputim, do të takojmë sërish bashkë, vetëm pas pak për të kuptuar dhe për të mësuar diçka më shumë nga oferta që vijnë nga Versace 1969. Kemi shumë hapësira të tjera, kështu që qëndroni në shoqërinë tonë. Mirupafshim.